Në Prizren ka nisur zyrtarisht një nga projektet më të mëdha infrastrukturore sportive në vend me vlerë mbi 12 milion euro, që synon transformimin e të rëndësishëm të stadiumit të qytetit për Parim Thaçi, pas nënshkrimit të kontratës dhe finalizimit të procedurave administruese. Ekipet punuese kanë nisur tashmë punimet përgatitore, duke i hapur rrugë një investimi që pritet ta shndërrojë këtë arenë në një ndër stadiumet më moderne në Kosovë. Projekti parasheh jo vetëm rinovimin, por zgjerimin e plotë të kapaciteteve të stadiumit. Përveç tribunave ekzistuese në lindje dhe perëndim, stadiumi do t'i shtohen edhe 2 tribuna të reja në veri dhe në jug. Me përfundimin e ndërtimit të tyre, kapaciteti i përgjithshëm pritet të arrijë në rreth 7800 ulse, duke krijuar një ambient të ri e bashkëkohor për mira tifoz besnik të futbollit në qytet. Qëllimi kryesor i këtij transformimi është ofrimi i kushteve moderne për klubin e futbollit KF Liria, skuadrën historike të Prizrenit, si dhe ngritjen e standardeve të infrastrukturës sportive në nivel kombëtar. Stadiumi i ri do të mundsojë sportdashësve të përjetojnë ndeshjet në një ambient të sigurt, komod dhe estetikisht të avancuar, ndërsa klubi do të përfitojë një arenë të denjë për zhvillimin e ndeshjeve në nivel elitar. Ky projekt është pjesë e një investimi shumë më të gjerë të qeverisë së Kosovës, e cila ka paralajmëruar se po realizon mbi 200 milionë euro investime në stadiume futbolli anë vendit. Qëllimi strategjik është që Kosova të pajiset me infrastrukturën më të mirë sportive në rajon, duke ngritur sportin vendor në një nivel të ri profesional dhe duke krijuar kushte optimale për talentet e rinj, klubet dhe tifozët. Nisja e punimeve në Prizren përbën një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të sportit kosovar, me këtë ritëm investimesh dhe përkushtimin e qeverisë së Kosovës për zhvillimin e infrastrukturës, pritet që brenda pak vitesh, stadiumet në vend të jenë të standardeve europiane, duke reflektuar ambicien e vendit për të avancuar në futboll dhe në sporte të tjera.